Kryeministri Edi Rama mori sot nga ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, progres raportin për Shqipërinë, të cilën e përshkroi me metaforën në një gotë të mbushur përgjysmë, duke nënvizuar se procesi i integrimit është drejt gjysmës së dytë të rrugës. Raporti progresit është një gotë e mbushur përgjysmë. Ajo që ne kemi bërë gjithmonë dhe që do të bëjmë përsëri është që duke marrë të gjithë energjinë e nevojshme nga gjysma plot, të fokusohemi me të gjithë energjinë e nevojshme tek gjysma bosh. Në mënyrë që brenda vitit 2027 ne ta përmbyllim këtë proces dhe në mënyrë që raporti i vitit 2027 të shkruaj rekomandojmë antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kreu i qeverisë deklaroi se me hapjen e të gjithë grup kapitujve të negociatave deri në fund të këtij viti, Shqipëria i ka dhënë fund epokës së poshtrimit dhe ka hyrë në fazën e konsolidimit të statusit evropian. Në vitet e poshtrimit, siç unë i quaj dhe do t'i quaj gjithmonë, ato vitet kur na jepte Kadiu po na e refuzonte Aliu, do me thënë kur komisioni rekomandonte hapjen e negociatave dhe për shkak të 1, 2, 3 vendeve Këshilli nuk arrinte dot t'i hapte negociatat me Shqipërinë, ne kemi bërë eksaktësisht atë që e kam përsëritur aso kohë. Jemi përgatitur për ditën kur negociatat do të hapeshin. Në fjalën e tij, Rama theksoi përdorimin e inteligjencës artificiale si një element inovativ në procesin e negociatave, duke i quajtur këtë një instrument që e vendos vendin në paravëroj të reformimit administrativ. Ai pati dhe një mesazh për kundërshtarët politik. Kështu që ndjehuni mirë që të gjithë qofshin mbështetës, qofshin kundërshtar të kësaj qeverie, sepse kjo qeveri ka bërë detyrat edhe për mbështetësit dhe për kundërshtarët dhe pastaj afërmiteti gjithnjë më i madh me Bashkimin Evropian është një garanci për të gjithë. Rama mbrojti idenë e integrimit gradual, si dhe nevojën që vendet e Ballkanit Perëndimor të mos pengohen nga e drejta e vetos në fazën e parë të afrimit me BE-n. Jemi gati të marrim pjesë në çdo lloj diskutimi. Kjo nuk ka nevojë të bëhet me ndryshime traktatesh, kjo mund të bëhet thjesht me marrëveshje. Mbas një marrëveshje, ne ulemi në tryezë. E rëndësishme është që ne të mos kemi veto dhe ata mos trëmben nga vetoja jonë. Nga ana tjetër, ambasadori Gonzato vlerësoi progresin e bërë nga Shqipëria, por theksoi më shumë bashkëpunim ndërmjet forcave politike për reformat kyçe. Raporti thotë qartë se Shqipëria është në rrugën e duhur për të përmbyllur teknikisht negociatat brenda vitit 2027. Duhet urgjencë në reformat me konsultime domethënëse, të shoqëruara me debate të shëndetshme në kuvend. Antarësimi është projekt gjithëshoqëror që duhet të përfaqësohet nga të gjithë aktorët, qeveria, opozita dhe shoqëria civile. Të gjithë kanë rolin e tyre. Për këtë duhet të ketë legjitimitet dhe konsensus. Përpiluar antarësime të reja.